Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në Familja 7. Kemi kënaqësinë të flasim këtë mbrëmje për diçka shumë të çmuar, martesën, një dhuratë e bukur, por që si çdo gjë e gjallë ka nevojë për kujdes, për ushqim, për përforcim vazhdueshëm. Me ne sot janë edhe Jorit Speaker, koordinator të javës së martesës për Shqipërinë, të cilët do të na njohin me temën e këtij viti, vitaminat për martesën tuaj. Java e martesës 7-14 shkur 2026, një javë e dedikuar për të forcuar lidhjen, për të reflektuar, për të investuar në marrëdhënien më të afërt jetës sonë. Mirë se na erdhët në studio. Faleminderit. Faleminderit, është kënaqësi. 15 vite, java e martesës në Shqipëri. Suksese, koha ikën. Në fakt ju e keni përfaqësuar denjësisht dhe një shembull i mirë. Na keni dhënë një shembull të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Po, jemi përpjekur. Po. Edhe kam gudim, nuk dorëzohemi. Vitet ikin, kjo lëvizje vazhdon, çdo vit sjell mesazhe që ja vlejnë për familjen, ju dukeni më të rinj, kështu që shumë faleminderit, Pak më shumë finje, por po. Shumë bekim. Pse është kaq e rëndësishme java e martesës? Oh, wow. Për ne martesa është shumë e rëndësishme. Kështu java e martesës është thjesht një moment që mund të lartësojmë vlerat e martesës që janë në qendër të zemrës së Perëndis. Edhe kështu për ne është diçka shumë e rëndësishme që ne të ngrejmë lart ato vlerat, të bëjmë sa më shumë zhurmë, të themi nëse je i martuar, je shumë i bekuar dhe kujdesu për martesën tënde. Edhe mendoj që edhe ne të dy si çift kemi nevojë për një rikujtim. Si jemi duke ecur si çift, si është martesa jonë, të dalemi pak edhe të përdorim ajo javë e martesës si një justifikim. Themi, këto javë do ulemi bashkë, do bisedojmë, do shikojmë, do bëjmë ato, çfarë themi, kontrollin vitore, si jemi duke ecur. Bëni një bilanc ju, se si po shkon nga viti në vit. Po, sepse është shumë lehtë të vazhdojmë jetën, na marr vruli e jetës, se da harojmë që edhe neve kemi nevojë të investojmë në marrëdhënien tonë, apo jo? Lavdi Zotit. Tema për këtë vit, për javën e martesës, më pëlqeu tema në fakt kur e dëgjova. Vitaminat për martesën tuaj. Shumë domethënës ky titull, çfarë fshihet pas kësaj metafore? Vitamina, por ashtu siç me shëndeti me trupin ton, kemi nevojë të ushqehemi mirë, të kemi një stiljetë pozitive, por edhe vitaminat na ndihmojnë të funksionojmë në maksimum. Edhe në martesë janë ca gjëra të vogla, të përditshme që duhet të praktikojmë nëse duam një martesë të fortë. Edhe ka shumë paralele, kështu do të zbulojmë pak nga pak gjatë javës, çfarë janë disa nga vitaminat që na ndihmojnë të forcojmë martesën tonë. Po mirë, do të na zbuloni ca sonte? Po. Cilat janë disa nga vitaminat më të rëndësishme për martesën? Në fakt, kur ishim duke folur sot për kjo pyetje, thosha, më erdhi në mendje humorin. Kemi nevojë për humorin e martesën tonë, sepse jeta bëhet shumë shpejt, bëhet shumë serioze. Kemi shumë gjëra për të bërë, kemi kalamajt, kemi sfida. Edhe një gjë që unë thasha Nedi, sa e rëndësishme është që ne mund të qeshim me vetveten ndonjëherë, sepse ndoshta ndonjëherë ne e marrim veten shumë serioz. Por le të shkrimi pak, sepse çfarë është ajo fjala në Bibël, thuaj ti, sepse ti e di Biblën më mirë. Gëzimi i Zotit është forca ime. Po. Nëse kemi gëzim edhe mund të qeshim së bashku, kjo do të thotë se nuk qesh së bashku me një armik. Apo jo, mund të nuk e di, por nëse ne qeshim së bashku, kjo do të thotë që ne jemi duke bashkuar zemrat tona. Është diçka e thjeshtë, por ndoshta e neglizhojmë gjithashtu. Jo, shumë interesante kjo vitamina, në fakt se nuk e kam prekur as në intervistat e mia, që ne të qeshim të bëjmë humor çiftet flas, njëri me tjetrin. Argëtohemi, edhe pse jo. Tani kush bën më shumë humor në marrëdhënien tuaj, është më i qeshur? Është Jorita. Jorit? Tani donjëherë është vështirë të bësh humor kur je duke folur në një gjuhë tjetër. Por mendoj që humori është shumë i rëndësishme. Mua më pëlqen galatët, sepse e gjalliron jetën, apo jo?
Edhe një gjë që më pëlqen tek Juvelida është që, si që thamë më përpara, e di të qesh për veten, domethënë nëse bën diçka një gaf, nuk mërzitet, por qesh. Edhe kjo bën që të gjithë të relaksojnë që okay, ajo nuk është aq serioze, edhe unë mund të hapim pak më shumë se nuk është vend i rrezikshëm. Sepse donjëherë me vërtet bëhemi sinike apo jo. Edhe në vend të bëhemi sinike mund të qeshim me njëri tjetrin. Po. Përveç humorit, do një vitamin tjetër? Po, kemi plot. Edhe do të zbulojmë disa, por jo, humori është një gjë. Një gjë tjetër që mendoj që është shumë bazike, ndoshta nuk e di nëse është një vitamin apo më shumë stil jete, se vitaminat vet nuk japin shëndetin, duhet të jetë bashkë me një stil jete apo jo. Stil jete e komunikimit pozitiv në martesë. Se komunikimi është shumë i rëndësishëm për ne si qif, por mendoj për çdo martesë, edhe nëse nuk funksionon, atëherë krijon shumë probleme. Por ca gjëra të vogla që mund të mësojmë për komunikimin e forcon shumë martesën. Po, edhe në podcastin do flasim shumë për këto gjëra, por mendoj që ne të gjithë kemi mësuar gjuhë të tjerë. Kemi mësuar si të komunikojmë me njerëzit, edhe mendoj që është një gjë që ne mund të vendosim, edhe themi, jo, unë dua të marrë vesh me burrin tim, unë dua të kuptoj, duhet edhe pyetje, duhet edhe të kem veshët në aktivizuar, apo jo vetëm duke folur, sepse tani disa ka neve flasim qik shumë, kurse disa të tjeret rinë atje të heshtur, që është një balancë, të gjejmë balancin atje. Besoj që në podcastin tuaj do na zbuloni më shumë këtë javën e martesës, shumë gjëra nisur dhe nga eksperienca juaj, apo jo? Shpresojmë se po, se ditën e shtunë, domethënë sot është dita që do të lançojmë një podcast të ri, që quhet Mishet tua, për martesën, për familjen, për marrëdhëniet, edhe për javën e martesës do të do postojmë një video të shkurtër çdo ditë, një vitamin, do të zbulojmë një vitamin për të forcuar martesën. Kështu nuk do të zbulojmë gjitha sekretet sot, por diçka, shumë bekim do jetë, pse jo, për të ndjekur online në rrjetet sociale. A mendoni se sipas mendimit tuaj, cila është ajo vitamin, se mund të ketë shumë, po që kryesisht neglizhohet edhe mund të jetë me pasoja për martesën? Ndoshta kë do të cilësonit? Unë do kisha thënë, ndoshta respektin, por edhe vlerësimi. Sepse ndoshta në fillim të marrëdhënies tonë kemi patur shumë respekt për njëri tjetrin, ne kemi vlerësuar njëri tjetrin shumë. Tani që kemi 30 vjet, kjo është një gjë që duhet të vendosim prapë, të respektojmë njëri tjetrin. Po, mos marrim njëri tjetrin si të mirë qenë. Po, ajo është këtu, edhe flas si të dua. Po, pa respekt. Por në fakt një gjë që ne e dim të gjithë që sot na ka krijuar me një vlerë të pamas. Jemi shumë të çmuar, jemi krijuar në imazhin e tij. Edhe pse të mos të respektojmë njëri tjetrin? Me mënyrën se si jetojmë, por edhe tonin e zërit edhe gjithçka. Ajo meriton respektin tim. Edhe si jam duke folur për të tjerët, për burrin tim. Sepse ndoshta ai nuk është atje për moment, por prapë unë duhet të tregoj të respektuar, që ai është një njeri që vlen të respektoj. Po. Edhe kur flet tek të tjerë. Po. Është shumë e rëndësishme, mendoj. Ky detaj shumë interesant. Si mund të filloj praktikisht një çift që të ushqej martesën e tij, edhe në mes të një rutine të përditshme? Prandaj pikërisht kemi filluar javën e martesës, të jetë një moment që mund të ndërgjegjësohemi dhe themi, në fakt, ndoshta kemi neglizhuar investimin në këtë marrëdhënie, në këtë martesë. Pse të mos fillojmë tani me gjëra të vogla, edhe mendoj që janë ato gjëra të vogla të përditshme. Nuk është që themi, jam këtu sot edhe duhet të jem këtu. Ja, merr një hap. Dalim për një kafe, dajmë një ëndër me njëri tjetrin, inkurajojmë njëri tjetrin, pyesim si ndihesh ti tani, si ke kaluar me atë projekt që kishe, a ke ndonjë stres, një angst, si mund të mbështes ty, gjëra të vogla, por të sinqert nga zemra,
janë hapat e vogla edhe do të thosha që le të jetë javë martesës piknisje për një vit të martesës ose një stil jete e martesës që kultivojmë pak më pak. Po. Gjithashtu lexoni Biblën bashkë, luteni. Po. Fiks. Po. Sa e rëndësishme është kjo pjesë? Është shumë e rëndësishme edhe po mendova por nëse ne jetojmë në një shtëpi me 2 kate, ku marrim shkallën për katin e dytë, nuk marrim të gjithë shkallit njëkohësisht. Ne marrim hap pas hapi, apo jo. Edhe ashtu me martesën që të investojmë pak ka pak, të bëhet një sakon. Do shta e kemi lënë pastore disa gjëra. Edhe për ne burrat, ndonjëherë ndihemi pak të pasigurt nga ana shpirtërore. Shpesh edhe gratë janë më shpirtërore. Edhe them po, kush jam mund të drejtoj shtëpinë time nga ana shpirtërore, por siç tha Jurita, gjëra të vogla, thjesht fakti që unë mund të them Jurita, a të lutemi për këtë gjë? Kjo pyetje e bën shumë për zemrën e Juritës. Nuk është që unë do të jem super shpirtëror, por unë marr një hap, një iniciativë që jo, kjo është një situatë shumë e vështirë. A të lutemi bashkë? Apo thjesht në darkë, të falenderojmë Zotin për sot? Një pyetje të tillë dhe nuk ka nevojë për një takim lutje gjysore ose 1 orë. 2 minuta bashkohemi zemër me zemër përpara afronit të Perëndisë. Edhe kjo na bashkon në mënyrë shumë të fuqishme. Në gjithë këto vite martesë edhe duke qenë se keni kontakte edhe me shumë çifte, a ka disa sfida që ju vini re tek çiftet në përgjithësi dhe të cilat në fakt si mund të adresohen për sa i përket javës martesës? Po, unë mendoj që ne mund të fillojmë nga vetvetja, që nuk kemi nevojë të shikojmë tek çiftet e tjerë, por edhe ne vetë, unë mendoj që shumë herë ajo që na sfidon është komunikimi. Edhe krahasimi. Edhe krahasimi, po. Sepse për shkak që jemi shumë ndryshe nga njëri tjetrin. Zakonisht si çifte jemi ndryshe, prandaj jemi të rrequr nga njëri tjetrin. Por të vendosim që duhet të ulemi, unë duhet të tregoj edhe gjërat që kam në zemër ose në mendje, sepse ai nuk arri do të lehtësoj mendjen time, të jemi të hapur me njëri tjetrin, të shprehemi ato ndjenjat që kam ose pritjet që kam. Unë mendoj që ka ikur që ka jo turpi për të folur si jemi neve. Që kjo është edhe një gjë që ne me javën e martesës duam të themi, është okay që nuk jemi shumë mirë. Do shta hasim disa sfida, por kjo nuk thot që duhet të largohemi nga njëri tjetër, por le të punojmë me marrëdhënien tonë. Jemi duke luftuar për njëri tjetrin. Po, pra komunikimi është një nga sfida që ju shikoni tek çiftet në përgjithësi. Megjithëse ka pafund, ëh? Po. Por siç thash edhe nuk e di nëse kishe në plan për më vonë në intervistë, por kjo krahasimi, se në botën tonë sot me social media dhe shikojmë edhe krahasohemi me gjithë të tjerët dhe gjithçka që na shfaqet është si një ëndër. Edhe ne mund të themi, ku jemi ne? Dhe jemi hiç fare dhe kemi probleme Krahasimi na ul shumë në vend që të themi çfarë është thirrja e Zotit për ne, çfarë kërkon Zoti në jetën time, çfarë është hapi që unë duhet të marr për shtëpinë tonë, për familjen tonë, edhe për botën tonë gjithashtu, edhe të marr atë hap, jo duke i krahasuar dhe duke menduar çfarë mendojnë të tjerët, por çfarë mendon Zoti edhe si mund të arrim të ecim së bashku në thirrjen që ai ka për ne. Po, edhe realitetin është që doshta Zoti nuk i ka krijuar martesën vetëm për lumturinë tonë. Ose që unë të kem ato shpresën që tani Nedi do të më bëj të lumtur. Tani Nedi është i kufisuar, sepse është njeri. Nëse unë nuk i kam marrëdhënien time më të rëndësishme me Perëndin, atëherë gjithmonë do të më gjelet mangët një gjë, gjithmonë do jem e shkënjyer, sepse edhe nëse Nedi është burr i mirë, prapë ai nuk plotson të gjithë nevojat e mia. Edhe prandaj kemi edhe përkthyer një libër për martesën, sepse ne mendojmë që është e rëndësishme që ne të kuptojmë çfarë është qëllimi i Perëndisë për martesat tona. Po. Na tregoni pak më shumë për këtë libër që vjen në gjuhën shqipe. Po. Net martesa. Quhet Martesa, ideja dhe qëllimi i Perëndisë. Po. Nuk është një libër që tregon si të
krijosh një martesë të lumtur dhe me harmoni, është më shumë çfarë ishte ideja e Perëndis që nga fillimi, pse I krijoi martesa dhe çfarë është fokusi I martesës në sytë e tij. Është libër I bukur, I shkurtër dhe shumë praktike se si duhet të drejtohemi si çift që të jemi në linjë me Perëndin edhe të plotësojmë atë që Ai ka për ne, edhe të mbushim gjithë potencialin. Mendimin e tij është një shoku ynë që ka shkruar nga Norvegjia. Po, vjen I shkruar nga Rune Zale Olsen. Po. Edhe e gjen tek qendra Stefante libraria atje. Pra, ka kopje atje? Po, ka kopje atje. Përkthimi është bërë nga ju në gjuhën shqipe. Po, patjetër, edhe mendoj se është një dhuratë e bukur, por edhe diçka që edhe një mundësi që çifti të kaloj bashk. Them çfarë mendon për këtë? Si jemi ne në këtë? Si mund të marrim një hap që të jemi më në linjë me Zotin në këtë fushë? Është gjë shumë e bukur edhe shpresoj të jetë bekim, ndoshta edhe diçka që jepni për dhuratë, për javën e martesës, për Shën Valentini ose për ndonjë ose për 7-8 marsin, festa që po vjen. A është java e martesës vetëm për çiftet që kanë probleme apo edhe për ata që shkojnë mirë në përgjithësi dhe janë shembull? Unë besoj që në mesin ton, në jetën ton kemi plot çifte që janë një shembull për të ndjekur martesë, edhe që përcjellin vërtet vlerat e një familje të shëndosh, si mendoni ju? Po. Unë të kthehemi tek imazhi ose te tema vitit, a janë vitaminat vetëm për ata që janë sëmur, apo janë për ata që po, për të gjithë? interesante. Edhe kështu java e martesës mendoj që e shërben të gjithëve, të gjithë ata që dëshirojnë të rriten në martesën e tyre, të forcojnë martesën e tyre. Po, edhe është si të paradalojmë problematikat, apo jo? Sepse nëse ne punojmë përpara, nëse ne marrim ato vitaminat sot, kjo nuk është garanti që nuk do të sëmurem, por trupi im do bëhet më e fortë, apo jo? Edhe ashtu, ashtu është edhe me martesën, që nëse ne vazhdimisht jemi duke investuar, nuk kemi nevojë të arrijmë atje. Patjetër sfida do kemi, sepse jeta ashtu është. Kështu që vitamina duhet I marrin dhe ata që kanë probleme dhe ata që duket se janë mirë dhe s'kanë probleme. Po. Edhe ne duam që njerëzit jo vetëm të jenë mirë, të bjetojmë, por të kemi një martesë që po lullesojnë, që të jemi një shembull për mirësinë e Perëndis në jetën tonë. Kështu për ata që janë mirë, të bëjnë shumë mirë. Po. Për ata që janë dobët, të forcohen dhe kështu atje ku je të marrësh një hap pozitiv. E çfarë mesazhi ka java e martesës për ata që duan të bëhen çift ose sapo e kanë nisur këtë rrugtim? Unë do të thosha që martesa është shumë e bukur. Dihem shumë e bekuar që jam e martuar, edhe po mendoj që martesa me ka rritur edhe si person, sepse e vërtetë është që kur jemi dy njerëz shumë të ndryshme, ka friksione, ka gjëra, por jam duke mësuar shumë për veten, edhe gjithë ideja e javës së martesës është që ne të investojmë, sepse investimi që bëjmë në martesë ka një vlerë shumë e madhe, jo vetëm për neve, por edhe për bresat që po vinë. Edhe prandaj jemi duke bërë çik shumë me themi, shiko, kjo gjë që është aq e shenjtë, ajo gjë që ke nisur, investo tek ajo, kujdesu për këto. Nëse ke blerë diçka të bukur, ti kujdesu për këto gjë. Edhe martesa që është shumë e rëndësishme si aq, duhet kujdes. Se ka një tendencë, ndoshta një person martohet dhe thot u krye. Jo, filloj. Sa po filloj? Filloj diçka, jo u krye. U krye faza që u martova, domethënë. Kështu është një fazë aktiv martesa, jo një fazë që okay, tani e bëra, u martova dhe kaq. Jo, ka shumë. Ne shumë herë themi, është si të shkollohesh, mos dalo me klasën e 8, vazhdo. Je kurios për tjetrin, sepse gjithmonë kemi shumë për të mësuar nga personi tjetër. Tani ne pas 30 sa vitesh. Po, ne kemi 31 vite martuar, edhe ka shumë qasa që unë po mësoj gjëra të reja për Nedin. Thonë, nuk e dija. Edhe është e bukur, bëhet më e bukur, duke gërmuar, duke pyetur, të jesh kurios
për burin apo për gruan tënde. Mos mendoj që ti e di të gjitha për tjetrin. Jo, ka më shumë. Është si qepa, duhet të hapim ato. Në fakt, në realitetin e sotëm dëgjoj shpesh të thuhet që martesa është e vështirë, kemi frikë të hymë në martesë edhe për shkak të shembujve që kanë parë, por edhe unë besoj që martesa është e bukur, ashtu siç Jori ti e theksove, sepse është një institucion i ngritur dhe i themeluar nga Zoti, edhe unë do ta quaja martesën që ecën me Zotin në qendër si kryevepra e tij. Po. A mendoni se ka rol kisha, komuniteti në mbështetjen për çiftet e reja në martesën? Pra duhet bërë më shumë në këtë drejtim. Flas nga kisha. Po, shumë e vërtet. Është shumë e rëndësishme që nga gjitha fazat e jetës, më thënë që kur jenë fëmijë, ndodh më shumë në shtëpi, por edhe kisha të përgatis fëmijët dhe të rinjt për të formuar marrëdhënie të shëndetshme, por pastaj edhe të kuptojnë çfarë është dashuria e vërtet, edhe çfarë është martesa, çfarë është qëllimi edhe që të ngrihet lart si një institucion i shkëlqyer, siç the, që njerëzit të shikojnë përpara të një ditë shpresoj të martohem edhe të formojnë një familje me Krishtin në qendër. Po ta ndërrojnë këtë gjë. Po, të ndërrojmë se kështu thot në Bibël, martesa të ndërrohet nga të gjitha. Edhe nëse kisha nuk flet hapur për këtë gjë, se ndoshta edhe me të rinj por të rinj mërziten, do jenë në siklet nëse flasin për martesën edhe kështu, por jo, është shumë e rëndësishme. Unë mendoj që ne kemi një mesazh shumë e rëndësishme, edhe si kisha, si bashkësi, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Ndoshta shkojmë te dielin edhe shikojmë, edhe prapa atje mund të krahasojmë me të tjerët, por te kisha jonë kemi një grup për qiftet, edhe është shumë kënaqësi, sepse kuptojmë që të gjithë jemi në një udhëtim, atje mund të mbështesim njëri tjetrin, atje mund të qeshim, mund të qajmë bashkë, por e dim që është jeta reale, edhe kemi nevojë për mbështetjen e njëri tjetrin. Asnjë nga neve mos jetojmë në vetmi, mos jetojmë vetëm, mendoj që ajo nuk është tabu për të folur që kemi disa sfida, edhe unë mendoj që të gjithë mund të investojmë në një qift tjetër. Ndoshta kemi një vit më shumë martesë dikë tjetër. Pra, ne mund të ulemi, mund të pim një kafe, mund të inkurajojmë. Kemi shumë nevojë për njëri tjetrin. Jo për të sharë njëri tjetrin, jo për të folur keq për njëri tjetrin, por për të investuar, për të inkurajuar, edhe të japim semër njerëzit, të japim shpresë njerëzit që vlen të investosh në martesën tënde. Vërtet. Edhe të gjithë kalojnë sfida dhe nuk është turp, thuash që mund të kalosh ose ke kaluar sfida me bashortin apo bashorten tënde. Do të kishit një inkurajim për ndonjë çift që është duke kaluar probleme ose ndihet i zhgënjur? Po, problemet, më thënë, ne kemi një zemër plot me dëmshuri, se jeta ka historitë të tmerrshme ose të shumë të vështira. Jeta krishter na garanton që do kalojmë kohë të vështira dhe kështu për ata që janë duke munduar, do të thosha që mos u dorëzo në radhë të parë, drejto syt tek Perëndia, kërko nga Zoti çfarë është pjesa ime në këtë gjë, çfarë kërkon ti nga unë, që të drejtojmë martesën tonë, marrëdhënien tonë në drejtimin e duhur, edhe guxo të marrësh hapin, të dëgjosh partnerin, të dëgjosh zemrën, por edhe kërko edhe ndihmë nga të tjerët, se nuk kemi, si të pyetëm më parë, nuk kemi thirrur të jemi vetëm, kemi komuniteti, ka edhe qendrat këshillimit, edhe kështu bëj çmos të fitosh prap zemrën e partnerit edhe të shpëtosh martesën, sepse divorci është një diçka shumë e tmerrshme, me shumë pasoja, edhe bëjmë gjithçka të mos të arrim atje. Edhe realitetin është që ka ditë me diel, ditë me shi, por ndoshta ka disa ditë me shi, por do barojnë. Edhe unë shumë herë them, mos vendos gjërat në momentin tani, nëse është sjarë, nëse është shumë e vështirë tani, mos bëj
një veprim ose një vendim atë shpejt. Prit pak, sepse unë mendoj që gjithë studimet thonë që nëse e kemi ato përkushtimin, edhe kemi shpresën që të presim edhe pak, të shikojmë, kush e di çfarë do të dot. Sese kur jemi me konflikt, do është shumë e lehtë të themi, bajrova, sepse s'ka me. Por mendojmë edhe për si kemi kaluar përpara, të përpiqemi të mendojmë që nuk do të dorësohemi, por do vazhdojmë së bashku. Shumë mesazh inkurajues. Unë ju falenderoj shumë edhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit për gjithë punën e mirë që keni bërë në gjithë këto vite, në këto 15 vite, për të promovuar, për të bërë thirrje për martesa të shëndetshme në Shqipëri. Faleminderit shumë që patëm mundësi të flasim bashkë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Dhe martesa me integritet duam në Zotin, dhe unë besoj që familja shqiptare do të ngrihet në një tjetër nivel. Për gjithë ata që besojnë tek Zoti. Shumë faleminderit. Ne dhe Jorit na kujtuan se martesa nuk mbahet e fortë rastësisht, por përmes një investimi të qëllimshëm, dashurisë përditshme, vitaminave të duhura në kohën e duhur, një martesë e shëndetshme në fakt nuk është vetëm bekim për çiftin, për gjithë familjen, është për gjithë shoqërinë. Rikthehemi pas pak në studio.